Tjetë edhe më pak se 90, po mesazhi im ka një titull që quhet Liria. Dhe në jetë vim të lirë, të pangarkuar me premtime, boshe, me gënjeshtra apo mëkate. Rritemi si fëmijë plot shpresa, ëndërrojmë lumturinë sa herë që na vjen dhe po aq e ëndërrojmë kur na ikën. Shkollohemi, dashurojmë, krijojmë familje dhe prap endemi për të qenë të lirë. Zgjohu një ditë dhe pyete veten, a je vërtet i lirë? Në këtë botë kush jetoi gjatë dhe kush jetoi më pak, gjithmonë e kërkoi lirinë. Shumë nga ata që po më dëgjojnë, po na dëgjojnë, do thonë, po ne jemi të lirë, lëvizim të lirë, flasim të lirë, veprojmë të lirë. Secili ka përvojën e tij në raport me lirinë, por unë nuk mendoj se liria është diçka që i përket vetëm individit. Unë mendoj se ka diçka universale në kërkimin e lirisë dhe ajo ka të bëjë me zbulimin e moralit të brendshëm të dikujt. Por ajo që është më e rëndësishme është që shoqëritë të ndryshme të arrijnë të dallojnë lirinë si ideal apo si diçka morale nga liria si ideologji, që është një mënyrë se si ky moral interpretohet në shoqëri të ndryshme apo struktura të caktuara të pushtetit. Dhe mesazhi më shumë të shkon për të rinjt, ata të cilët janë edhe ardhmja e një shoqërie që duhet jetë